Kur e takova për herë të parë, e mbushte me xhlisin me gjallëri dhe jetë. Të gjithë vështrimet drejtoheshin ka ai, dhe kjo fjalë oratorisë, shpirtit humoristik, zellit për gjithçka që i atribuoj. Idetë e tij ishin thjesht impresionuese dhe të mrekullueshme. I besonte ripërtëritjes dhe kreativitetit, fliste për shanset e shumta në jetë. Gjatë atij takimi, ndjeva se një i ri po formohej për prodhimin e të ardhmes. Nga zelli dhe entuziazmi i tij, u mbusha me zell dhe entuziazm edhe unë. Pa e ndjerë, fillova të flasë rreth të njëjtave tema që fliste ai. Fokusohesha tek pyetjet që shtronte ai dhe doja fort që lidhjet mes nesh të ishin të përjetshme. Rrethanat dhe situata na ndanë. Nuk dëgjova më rreth tij. Ishte fikur. Të tillë ka plot. Fillojnë me zell, me shkëlqim të madh, mandej kur përballen me vështirësitë ose kur nuk i ndihmojnë dhuntit, kur i lë takati, u ngadalsohen hapat, ndalojnë dhe fillon kthimi pas. Më kujtua një fjalë Abraham Lincolnit, i cili thot: "Unë eci ngadalë, por kur nuk ka ndodhur që të hedh ndonjë hap pas." Mund të dëgjosh emrin e një ftuesi në një vend, lexon ndonjë libër të tij dhe fillon e sheh një simbol duke ardhur. Por pritja jote zgjat pafund, ai nuk vjen. Tu shtrohet pyetja: cili është shkaku? Kam pasur fat të njihem me një pjesë të mirë të njerëzve që kanë ndikim tek masat, studiues të thellë të sheriatit dhe njohës të tij, edukues në mejdanin e arsimit, shkrimtar dhe intelektual, lider social që kanë ofruar dhe kontribuar. Prezenca e tyre ka vazhduar dhe vazhdon, po ashtu edhe ndikimi. Sipas meje, shkaqet më të rëndësishme të cilat qëndrojnë pas shkëlqimit tyre janë: 1. Vendosmëri e lartë dhe ambicie të shoqëruara me durim, aspirata dhe insistim, dhuntit përforcuara nga edukimi, leximi i saktë i aftësive dhe kushteve mjedisore, ekuilibër mes ambicjes dhe të mundshmes. 2. Ambientimi dhe aftësia për të familiarizuar me kushtet, imunizimi vetes nga demoralizimi dhe humbja e shpresës, ndërveprimi me qorsokakët, shanset e humbura, klimën e mbytëse nuk janë të verë për para vizionit të ngushtë apo përvojave të kufizuara. Se gjen rrugën të mbyllur, mos u ul, por kërko rrugë të reja. Mos u mëso të fajsosh kohën dhe ta shash atë, por kërko djathës e majtës, sepse do të gjesh dyer që të thotë mirë se vjen. Bëhu i guximshëm dhe trim që ta kapërcesh pengesën dhe të përpiqesh sërish. Pjesë e ambientimit është që ta mësosh veten të ndërveprojë me të nxehtin dhe të ftoftin, dritën dhe errësirën, shumicën dhe pakicën, suksesin dhe dështimin, duke mos e konsideruar dështimin asnjëherë si një përfundim të cilit nuk i shmangesh dot. Të durosh nuk do të thotë thjesht të presësh, por do të thotë kërkosh rrugë dhe zgjidhje të reja. Lojrat e pista, servilosja dhe mashtrimi me preteksin e zgjuarësisë dhe shkatësisë, apo në justifikimin se politika e kërkon diçka të tillë, janë të dënuara. Mos vizator në kokën tënde një imazh perfekt të cilin patjetër që dëshiron ta përmbushësh deri në detajet më të holla, pasi kjo është e pamundur. 3. Ripërtëritja, zhvillimi i kapaciteteve personale si në të menduar ashtu edhe në sjellje, rrokja e urtësisë edhe në çështjet e dyshimta, leximi i syve, të vësh veshin fjalëve, të meditosh me të gjithë kapacitetet mendore dhe të shfaqësh babëzi në thonjza për gjithçka të re. Sa e mirë është babëzia kur fokusohet tek dija e re. Transmetohet se Ibn Mesudi, Allahu e mëshiroft, ka thënë: dy të babëzitur asnjëherë nuk ngopen, ai që është i dhënë pas dijes dhe ai që është i dhënë pas dynjas. Edhe 80 vjeç po të jesh, mos i hiq dorë nga mësimi diçka e të re. Kemi filluar të mësojmë shumë prej fëmijëve tanë fal teknologjisë re, ashtu siç mësojmë shumë nga informacionet e reja që publikohen çdo ditë. Ky shpirt ambicioz dhe modest është shpirti i atij që është i furnizuar me karburant përhershëm, të pashtershëm, si për arsyen ashtu edhe për jetën.
Ai nuk dëshiron që ditët e tij t'i përngjajnë një kasete që përsërit veten. Bëhu si dielli, i cili çdo ditë lind në një vend të ri. Është po ai diell, nuk ka vajtur në një galaktik të re, por është ligji i krijimit ai që e bën të ndryshojë lindjen dhe perëndimin çdo ditë, gjë për të cilën betohet dhe Zoti në Kur'an. 4. Jeta. Ati që Zoti i mundson të jetojë më gjatë, i jep bereqet nëse ka vullnet të qelikt, vendosmëri, pasion për të rend dhe aftësi ambientuese. Përvojat i falin intuit, ditët e skalitin, e ka përcen me sukses rinin euforike, sfidët e pajisin me urtësi. Kështu, ai akumulon dijen, informacionin, dashurinë e njerëzve të ndershëm, veprat e mira dhe aftësitë artikuluese. Nga ana tjetër, ai ka përcen pengesat e përkohshme dhe fluturon sipër dashakeqësive dhe tellallëve të skeqjes, aq më tepër kur u paraprin bashkëmoshatarëve dhe e gjen veten krejt i vetëm. Por edhe nëse nuk është krejt i vetëm, do të ketë vetëm pak njerëz rreth vetes, sepse miqtë e djeshëm janë ose të varrosur në tokë, ose të varrosur nga pasuria. Ka dhe të tillë që janë zbehur dhe kanë hequr dorë nga përpjekjet, duke u izoluar në vetvete. Ata që gjatë startit të tyre përjetojnë ndjesinë të qenit perfekt, shumë shpejt fiken dhe shuhen, sepse ata mbërrin para se të hedhin hapin e parë.